Është edhe historia edhe mbylli me të e Malik ibn Dinarit. E kemi përmend Malik ibn Dinar. Ai personi i cili ishte adhurues shumë i madh, saqë po t'i thoni që meleku i vdekjes po është te porta e derës tënde, ai s'kishte çfarë të shtonte më nga adhurimet. Po si ndodhi, gjojni mirë te historisë, është e bukur, por është edhe motivuese, është e bukur dhe motivuese. Si ndodhi kjo devotshmëri e tij? Tregohet për Malik ibn Dinar se punonte si polic në kohën e khilafetit Abbasit. Ishte polic. Pra njëri që merresh me ruajtjen e rendit e tjerë, pra detyrat që i ka një njeri i tillë. Dhe ishte njëri gjunafqar që pinte alkool. E pinte alkoolin. Njëri i larguar nga rruga e Allahut, pra i zhytur edhe në gjunafe të tjera. Dhe ka pasur një vajzë të vogël që e donte shumë Malik ibn Dinari. Dhe kur kthehej në mbrëmje në shtëpinë e tij dhe merrte gotën e alkoolit, vajza edhe e merrte edhe vajzën në prerin e tij, nga dashuria që e madhe që kishte për të, vajza edhe pse e vogël ja largonte alkoolin, ja hidhte gotën. Sigur donte t'i thoshte, ki frikë Allahun, largohu prej pijes. Ndodhi kaderi i Allahut që vajza e tij vdiq, ndroi jetë. Dhe ai u mërzit shumë. Dhe u dha akoma dhe më shumë pas alkoolit, dehjes. Keni parasysh atë njeriu që kur nuk bën durime, kur nuk e përjeton dhe nuk e mban qëndrimin e dur ndaj kaderit të Allahut, bie në pesimizëm të tillë e tjerë. Dhe një natë pa në ëndër, gjojeni mirë tash. Sigur kishte ardhur dita e gjykimit dhe njerëzit dolën nga varret të zbathur, lakuriq, duke u endur në fushën e kiametit, ditës së kiametit, pra në vendin ku në atë hapësirë ku ata ringjallen, tubohen, qëndrojnë e tjerë. Pa pritur një gjarpër i madh me gojë të hapur ju drejtua nga mesi i njerëzve, duke dashur ta përpinte, pra dolin nga grumbulli i njerëzve ky gjarpër i madh, ajo turm, dhe ju drejtua Malik ibn Dinarit me gojë të hapur për ta ngrënë, për ta përpir të tërin. Dhe Malik ibn Dinar në ëndrrën e tij, pra filloi të vraponte, tikte me vrap, dhe gjarpri mbrapa tij nxitonte dhe gjarpri për ta kapur. Në një moment pa një plak me pamje të bukur, të mirë, të qetë, ju afrua atij dhe i tha, për hir të Allahut më shpëto. Ai i tha, nuk mundem të shpëtoj, por shko te ai që mund të shpëtoj. Dhe Malik ibn Dinar, ndërkohë që gjarpri vazhdonte ta ndiqte dhe Malik ibn Dinari vazhdonte të hipte me vrap, derisa arriti në buzë të xhehenemit. Aty ndaloi. Përpara kishte xhehenemin, mbrapa gjarpri që po afrohej për ta përpir. Çfarë të bënte? Dhe mendoi dhe vendosi që të hidhej në xhehenem për të shpëtuar nga gjarpri. Por ju tha, kthehu, ndalo. Ti nuk je prej banorëve të tij, të xhehenemit. Dhe Malik ibn Dinari u kthye përsëri mbrapsht. Edhe ndërkohë që gjarpri përsëri vazhdonte ta ndiqte. Pra, situatë e frikshme, ndonjëherë mund të ndodhet çdo kujt që ka parë një ëndër të keqe dhe e ka përjetuar. Saqë edhe mëngjes kur është zgjuar, apo i ka dalë gjumi nga frika, nga paniku i asaj që ka përjetuar, u kthye përsëri tek plaku, me pamje të bukur, të mirë, të qetë, duke ndjerë gjarpri dhe i tha, të lutem për hir të Allahut më shpëto ose më tregon një rrugë si të shpëtoj. Ai i tha, nuk mund të shpëtoj, por shko te ai pallat. Dhe i tregoi një pallat. Ndoshta aty ke diçka të ruajtur, që mund të jetë shkak që të shpëtosh. Shkoi drejt pallatit, ndërkohë që gjarpri vazhdonte ndiqte.
Edhe ky pallat ishte prej smeraldi dhe rubini, i zbukuruar me margaritar dhe gur të tjerë të çmuar. Kërkoi që të hapeshin perdet që e rrethonin pallatin. Dhe kur u hapën, dolën nga ai fëmijë të bukur si hëna e plot. Dhe të gjithë po e shikonin me habi, dhe mes tyre ishte edhe vajza e tij e vdekur, e cila i tha: "O baba." Ndërkohë ajo u hudh midis babait dhe gjarprit. Vajza doli përpara gjarprit. Dhe i bëri shenjë me dorën e djathtë gjarprit dhe ai u largua. Pastaj ajo i preku, i fërkoi babait të saj mjetërën dhe gjorsin, edhe i tha: "Që jeni mirë." I lexoi ajetin kuranor: "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq." A nuk ka ardhur koha për ata që besuan, që zemrat e tyre të përulen ndaj përmendjes së Allahut dhe ndaj asaj që ka zbritur prej të vërtetës? Malik ibn Dinar po në ëndër thot: "Po, ka ardhur koha." Pastaj e pyeti vajzën e tij në ëndër, vazhdon dhe i thot: "Cili ishte ai gjarpër?" Pra ç'ne ai gjarpër? I tha: "Ishte vepra jote e keqe që pothuajse të hudhi në xhehenem." Po i moshuari, ai plaku, i thot: "Ishte vepra jote e mirë, të cilën e ke dobësuar aq shumë sa nuk mundi t'i bëj ballë veprës së keqe." Pastaj e përsëri e preku babain e saj në kraharor dhe i përsëri ajetin kuranor: "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq." A nuk ka ardhur koha për ata që besuan, që zemrat e tyre të përulen ndaj përmendjes së Allahut dhe ndaj asaj që ka zbritur prej të vërtetës? Në këtë moment u zgjua, i tronditur. Mori abdes dhe shkoi në xhami të fali namazin e sabaut dhe kishte filluar namazi. Dhe kur hyri në xhami, e dëgjoi imamin duke lexuar ajetin kuranor: "A nuk ka ardhur koha për ata që besuan, që zemrat e tyre të përulen ndaj përmendjes së Allahut dhe ndaj asaj që ka zbritur prej së vërtetës?" Dhe i tha vetes: "Pasha Allahun, kjo është e veçantë vetëm për mua dhe për asnjë tjetër." Dhe që nga ai moment e ndryshoi jetën e tij dhe u bën nga adhuruesit dhe më të devotshmit e këtij ummeti, saqë është model devotshmërie, asketizmi, Malik ibn Dinar. Allahu e mëshiroft.